Një skem shkollore e pastrimit të parave dhe legalizimit të tyre në Kosovë po trajtohet nga Prokuroria Speciale. Sot kemi me përmbledh dosjen e Prokurorisë Speciale të Kosovës për rastin e naftës dhe kemi me i tregu pretendimet e prokurorisë se si u shndruan milionat e drogës në ujë e naftë. Kallzo.com ka siguruar dosjen e Prokurorisë Speciale për 9 të arrestuarit në ndyshime për kontrabandë me naftë, pastrim parash dhe shmangje tatimi. Por kjo nuk është thjesht një dosje e zakonshme kontrabande. Prokuroria pretendon se i ka rënë në gjurmë një manuali të përsosur kriminal se si paratë e trafikimit të narkotikëve pastrohen dhe futen në ekonominë legale të Kosovës. Kallzo.com sjell detaje ekskluzive nga dosja e Prokurorisë Speciale, të cilat pretendojnë se zbardhin një makineri të vërtetë të shpërlarjes së parave, ku milionat e drogës fshiheshin pas biznesit të karburanteve dhe legalizoheshin në Kosovë. Sipas prokurorisë, në qendër të këtij grupi të goditur nga Prokuroria Speciale me një korrik 2026, qëndron Faruk Mazrek, i njohur më parë si Faik Mazreku. Prokuroria Speciale ka ngritur pretendimin se e gjithë pasuria e këtij grupi të strukturuar nuk vjen nga suksesi në biznes, por buron drejt për drejt nga aktivitetet e errta të trafikimit me narkotik. Për t'i dhënë aktivitetit një mbulesë absolutisht të lidhshme, sipas prokurorisë, ai së bashku me djalin e tij Fariz Mazrek ndërtuan një skem infiltrimi financiar përmes biznesit të tyre Po Petrol Fariz në Mamush. Sipas Prokurorisë Speciale, nga korriku i vitit 2021 deri në fund të vitit 2022, ata morën 4 kredi në shumën e përgjithshme prej plot 930.000 eurosh. Pas kësaj, dosja pretendon se ata filluan të deklaronin qarkullime të mëdha financiare nga importi naftës nga Republika e Shqipërisë përmes portit Porto Romano, duke pretenduar se u ashisnin këtë karburant bizneseve të tjera në Kosovë. Prokuroria thot se nafta e vërtet shitej ilegalisht në Shqipëri, ndërsa cisternat që kalonin vijnë kufitare të Kosovës ishin të modifikuara në mënyrë të tillë që ngarkoheshin me vetëm 20% deri në gjysmën e sasisë së naftës, ndërsa pjesa tjetër mbulohej tërësisht me ujë. Sipas prokurorisë, ai që teknikisht e mundsonte këtë mashtrim të madh ishte i pandehuri Gazmen Çuni, i njohur me novkat Haxhi dhe Haxhi Baba, i cili nga Prokuroria Speciale akuzohet se ka bërë modifikimet postfabrikore, duke ndërhyrë fizikisht në pjesët e brendshme të cisternave për të ndarë hapësirat ku 90% mbushej me ujë, duke bërë që kamionet të shmangnin plotësisht kontrollin doganor. Sipas prokurorisë, shoferi këtyre cisternave ishte i pandehuri Naser Morina, kurse Muhamet Mazrek ishte angazhuar në transport, modifikim mjetësh dhe mbajtjen e kontakteve mes antarëve të grupit. Prokuroria Speciale pretendon se pjesë e grupit janë edhe të pandehurit Skender Kelmendi dhe Nisret Bajraktari, të cilët, sipas përgjimeve të datave 14 dhe 15 qershor 2024, u lëshonin Mazrekve fatura fiktive për blerje derivatësh që nuk ekzistonin, duke regjistruar blerje të rreme në librat e kontabilitetit. Në këtë rrjet, dyshohet se u përfshin dashnim iftari me kompaninë Veda 2 Petrol SHPK dhe Ade Morina me Cini Oil SHPK, të cilët të paktën nga janari vitit 2025, sipas Prokurorisë Speciale, deklaronin importe të rreme për bizneset e tyre me qëllim fshehjen e tatimit dhe përfitimin e palehtshëm. Grupi akuzohet se ka lëshuar dokumente të rrejshme dhe ka fshehur obligimet ndaj administratës tatimore të Kosovës, duke shkaktuar një dëm që te kalon shumën prej 50.000 eurosh. Pjesë e këtij grupi dyshohet se janë edhe persona të cilët në kërkesën për paraburgim përmenden vetëm me iniciale. Në lidhje me pretendimet e prokurorisë, Kallzo.com ka tentuar të marrë qendrim nga bizneset që përmenden në kërkesën për paraburgim, por numrat të cilët i kemi siguruar nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve nuk kanë qenë të qasshëm.